Po, natyrisht se Bashkimi Evropian ka pritur që në Kosovë të ketë institucione dhe qeveri dhe pas këtyre zgjedhjeve, ku tani më ka një fitues të qartë, sigurisht se Bashkimi Evropian jo se pret, por kërkon me do e mos që të krijohen sa më shpejt institucionet, qeveria, dhe si pas marrëveshjes që kishin bërë, pra të rifilloj pra bisedimet, të rifillojnë mes Prishtinës dhe Beogradit, zyrtar dhe kësaj madje edhe detyrimet e marra nga marrëveshjet e mëparshme të zbatohen. Kjo ishte porosia e qartë, se në qoftë se doni integrime në Bashkimin Evropian, pra nuk ka se ku të shkoj Kosova pa i kryer obligimet e veta. Edhe formati takimit të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian, zotit Sorensen, ishin pra gjithë përfshirë se takuan kreun e shtetit, presidentën Osmani, takuan kryeministrin ardhur ose fituesin e zgjedhjeve Albin Kurtin dhe po ashtu kishte edhe takime me liderët e subjekteve